Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi ditën e sotme përsëri me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të bërë analizën rreth situatave, rreth ngjarjeve që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brother VIP Albania 5. Sonte është nata e Prajmit. Pritet që në fakt të jetë një natë e zjarrt, një natë dinamike. Do të jetë një Prime që do të na sjellën emocione të papara, emocione shpirtërore, por edhe sekrete brenda kësaj shtëpie. Fillimisht do të nisim me një video, në fakt që do të hapet për të gjithë publikun shqiptar. Në momentin e hapjes së spektaklit, do të thënë do të shfaqet videoja ku e gjithë shtëpia është në televotim pas një dënimit që vllau i madh i dënoi banorët për gjuhën e përdorur brenda asaj shtëpie. Fillimisht një herë do të mbyllet televotimi si fillim dhe më pas do të fillojnë dinamikat edhe ngjarjet, edhe pse realisht nuk është se ka pas shumë dinamika. Ka qenë një javë e qetë, ka qenë një javë ku banorët kanë përzgjedhur të japin dashuri, kanë përzgjedhur të dhurojnë pozitivitet, por me patjetër që kanë thënë edhe fjalë në përcepa për njëri tjetrin. Për herë të parë, do me thënë, do të përflitet për një eliminim të pazakont. Tani, a do t'jeti lidhur eliminimi me televotimin e hapur? Kjo gjë do të tregohet sonte, por derisa thot eliminim të pazakont, nuk kupton që ose nuk do të ketë të bëj fare me televotimin, ose është një diçka që ka të bëj me thyerje të rregullave, ashtu siç edhe në fakt janë thyer rregullat nga ana e Kristit. Quhet eliminim i pazakont, që nuk kupton, do me thënë nuk ka të bëj me televotimin e hapur. Mund të kemi dy eliminime brenda një nate, që mund të hapen dy televotime, ose mund të bëri edhe ndonjë zarf në shtëpi për eliminimin e radhës. Tani, zakonisht vllau i madh është surprizues, në asnjë mënyrë nuk mundemi ta kapim në detaje atë se çfarë do të bën, por mendoj gjuha e përdorur, urrejtja kundër drejt njëri tjetrit, mlefi i madh kundër drejt njëri tjetrit, ndoshta mund ta ketë çuar vllaun e madh që të merr vendim për të bërë një eliminim të pazakont. Do me thënë, kur flasim për herë të parë thot, një mënyrë e pazakont eliminimi, kjo do të thotë që pritet diçka shumë glamur sonte. Përpos emocioneve të para që do me thënë gjatë gjithë kohës do të merren me eliminimin, me televotimin e hapur, do me thënë një televotim që erdhi si dënim nga vllau i madh, sonte surprizën dhe linjën e tij të jetës e ka banori më i preferuar për publikun, Mateo. Mateo sonte do të surprizohet. Surpriza që jam i bindur që do të emocionoj të gjithë shqiptarët, sonte do të përjetohet në shtëpinë e Big Brotherit. Kush do t'jetë surpriza e Mateos? Me patjetër që do t'jetë një antar familjar. Mateo kohëve të fundit ka folur jashtëzakonisht shumë për biznesin e tij jatit, ka treguar për historinë e vllaut të tij i cili jeton në Gjermani. Është motra e tij që jashtë shtëpisë së Big Brotherit është duke bërë një suport të jashtëzakonshëm. Sonte për Mateon ka një surprizë. Një surprizë që ndoshta do t'i ndihmon Mateos shumë për të hapur syt brenda në lojë dhe për të filluar të nxjerrën anën e tij më të fortë si lojtar. Do me thënë, sonte Mateo është në qendër të vëmendjes. Mateo sonte do të surprizohet brenda asaj shtëpie. Do të shohim se çfarë do të flitet në fakt për Brikenën, do të shohim se cili do të jetë mesazhi. Unë mendoj që mesazhi i cili do t'i jepet Mateos do të jetë që luaj pak më shumë, na dhuro pak më shumë lojë, na dhuro pak më shumë emocione, sepse nuk je duke na dhuruar lojë. Unë personalisht e shoh këtë mesazh për Mateon. Më pas do të kemi sonte momentin më bomb, hapjen e kutisë së Pandorës. Tani, sonte kemi kutinë e Pandorës brenda në shtëpi.
Kur e kemi një surprizë për Mateon, a do t'jetë Mateo banori i cili do të hap kutinë e Pandorës sonte në shtëpi? Edhe pse në fakt unë i kam dyshimet mes Rogertit edhe Mateos, në fakt ka qenë Rogerti ai i cili më së shumti e ka kërkuar kutinë e Pandorës, por duke u bazuar në faktin se si funksionon vëllau i madh, që do të thënë nuk e çon kutinë e Pandorës atje ku kërkohet, mendoj që banori i cili pasi ka edhe surprizë sonte, Mateo mund të hap kutinë e Pandorës që normalisht në zarfin e bardhë, si gjithmonë do të fshihet surpriza nga kush vjen dhe në zarfin e zi, Mateo mund të bën një zgjidhje që mendoj që nëpërmjet kutisë së Pandorës ka të bëj me eliminimin të pazakontë. Ndoshta banori i cili do të hap kutinë e Pandorës, kjo është një analizë imja, mund të lidhet me eliminimin e pazakontë, sepse eliminimi i pazakontë nuk ma merr mendja që do të shkon nëpërmjet televotimit të hapur. Do me thënë edhe shumë të papritura që Big Brotheri po na dhuron. Do me thënë sonte kemi kështu, kemi eliminimin e pazakontë, një, kemi televotimin ku e gjithë shtëpia është në televotim, që mendoj, në këtë televotim do të del Alessio, nuk është se i dha ndonjë energji kësaj shtëpie, kam menduar që Marko mund të largohet në këtë pikë të lojës, por Marko këtë javë ka qenë pak më atraktiv, do me thënë ka bërë më shumë lojë, ka dhuruar më shumë energji, dhe mendoj që banori i cili rrezikon më së shumti dhe mund të digjet në këtë pikë të lojës është Alessio. Alessio nuk është se i ka dhënë ndonjë frymë asaj shtëpie, ka qenë shumë i heshtur, nuk ka bërë debate, nuk ka bërë diskutime, nuk e ka luajtur rolin e lojtarit, më vjen keq që po e them, po Alessio do t'i shikon vetë të gjëra, e ka luajtur rolin e opinionistit brenda asaj shtëpie, do me thënë gjithmonë është munduar që të dhuroj sa më shumë edukat, kulturë tek banorët brenda shtëpisë. Do me thënë Mateo ka një surprizë e cila jam i bindur që do ndryshon rrugtimin e lojës, dhe më pas do me thënë kemi edhe kutinë e Pandorës sonte në shtëpinë e Big Brotherit. Do me thënë do t'jetë një natë e mbushur me shumë dinamika, do t'jetë një natë e mbushur me shumë emocione dhe mendoj që banorët deri më ditën e sotme e kishin atë luksin e qetësisë. Ndoshta kutia e Pandorës mund të lidhet edhe me Stenaldon, sepse kohët e fundit, për shembull Miri dhe Rogerti, kanë qenë në një luftë të ashpër me Stenaldon, në dinamikat që në fakt janë bërë brenda asaj shtëpie. Dua të marr mendimin tuaj sipas jush se çfarë mund të ndodhë sonte.